për të bërë një analizë më të plotë asaj çfarë ka ndodhur, çfarë do ndodhë dhe çfarë duhet të ndodhur, kam të ftuar sot zotin Eliari Mehmeti, kandidati i Partisë Demokratike në këto zgjedhje të 11 majit. Zotin Eli Mehmeti, mirëmbrëma dhe faleminderit. Kam të ftuar zotin Ferdinand Xhafera, deputeti i Partisë Demokratike, i nderuar, faleminderit që na bashkove në studio. Mirë, jemi bashkë. Zotin Dashnor Sula, deputet Partisë Demokratike, zotin Sula, faleminderit që jeni bashkuar. Faleminderit, kënaqësi. Zotin Isa Myzyre, gazetar, koleg nga Ora News, faleminderit. Faleminderit. Ndërkohë, para se të fillojmë bisedën në studio, unë do bëj një lidhje të drejtë për drejtë me kolegun Ervin Koçi, i cili ka raportuar në mënyrë maratone që nga momenti i parë në 11 maj dhe vazhdon akoma. Ervin, tashmë janë duke u numëruar votat e fundit të diasporës. Si po shkon ky proces? Vota diasporës duke se ishte ajo që sigloi fitoren e Partisë Socialiste në zgjedhjet parlamentare të 11 majit, madje për të arritur një nivel rekord votash kundrejt subjekti politik. Thënë në shifra 838.379 vota për Partinë Socialiste deri në këto momente nga zgjedhjet parlamentare të 11 majit, duke përfshirë votat brenda vendit dhe votat jashtë vendit. Një nivel votash që socialistët nuk e kanë parë as ditën tyre më të mirë, më themi, të zgjedhjeve të shkuara parlamentare, duke ja dhënë këtë sukses sigurisht vota diasporës, e cila në mas ka shkuar për Partinë Socialiste. 58.69 e votës së diasporës së numëruar deri tani ka shkuar në favor të PS-s. Por blen theksohet që pavarësisht këtij suksesi, votat e diasporës nuk arritën të përmbysin rezultatin në qarkun e Leçës, ndonse në shumë përfaqësues të Partisë Socialiste pretendonin diçka të tillë. Numërimi i votave në këtë zonë zgjedhore shkoi, më themi, deri në tensionet ekstreme, ku gati kaloi në përplasje fizike ndërmjet eksponentëve të partive politike, ndërmjet Flamur Nogës dhe Taulan Ballës, por në finale blen theksohet fitoi qytetaria. Kandidati i Partisë Socialiste Admir Kadeli uroi kandidatin demokrat Kastriot Piroli, i cili arriti të mbante mandatin e 4 të PD-s në këtë zonë zgjedhore. Dhe ndarja finale ishte 4 për Partinë Demokratike, 3 për Partinë Socialiste. Ishte kjo, më themi, ngjarja e cila mbati përthyer edhe kupolën politike të PD-s, pasi më themi në vendet ulse të cilat zakonisht ulen dashamirës së sportit, tashmë ishin ulur eksponent të lartë të Partisë Demokratike, po gjithashtu të Partisë Socialiste, duke mbajtur qëndim me lapse letër çdo vot, e cila kalonte në monitoret e numërimit të tavolinave pranë Parkut Olimpik. Koçi, po pse gjithë ky ngërsh i madh sa i takon votës së Greqisë? Çfarë ndodhi me to? Që nga momenti i parë në cilën filloi të hapeshin kutit pranë ambienteve të Parkut Olimpik, Partia Demokratike kontestoi votat e ardhura nga Greqia. Sigurisht që momenti i parë ku nisi përplasje ishte të dielën e 11 majit në mbrëmje, kur sapo kishte filluar edhe procesi numërimi në KZAZ brenda vendit. Dhe sigurisht KQZ-ja për të shtensionuar situatën pranoi kërkesën e demokratëve për të spostuar apo për të lënë mënjanë fletët e votimit të ardhura nga Greqia. Por ato fletë nuk mund të rinin për herë mënjanë dhe ditën e djeshme pati vendimmarrje nga ana e komisionerit Ilian Celibashi, i cili urdhëroi numëruesit të hapnin të gjitha fletët e votimit të ardhura nga Greqia, të gjitha zarfet të ardhura nga Greqia, më konkretisht pasi zarfi identifikonte adresën se nga kishte ardhur fleta e votimit. Por gjithsesi për qëndruar në hilet e procedurës, fakti që hapja zarfeve shkoi në momentin e fundit, pra zarfet e Greqisë, në një farë mënyrë arritet të identifikohet edhe numri total në rast të një kontestimi të ardhshëm nga ana e Partisë Demokratike, cila pretendon që pjesa dërmuese e këtyre fletëve nuk janë nga votues qytetarë shqiptarë që jetojnë në Greqi, por janë të mbushura, këtu duke perifrazuar akuzat e tyre, janë të mbushura nga patronazhistë të Partisë Socialiste dhe kanë sjellë votat me pas në Shqipëri. Sigurisht që akuzat e tyre nuk është se janë të provuara nga ana e Komisionit Qendror Zgjedhjeve, pasi deri më tani nuk i ka kthyer asnjë përgjigje sa i përket protokollit së ndjekur nga operatori postar në mënyrën e shpërndarjes, po edhe kthimit të fletëve votimit brenda vendit. Dhe kishin marrë një porosi numëruesit për ditën e sotme. Në çdo proces verbal, në çdo tavolinë do të lëni shënim që ne i kontestojmë fletët e votimit të kësaj kutie me argumente sepse janë të dyshuara si të manipuluara. Koçi, të falenderoj për gjithë panoramën që i bëre zgjedhjeve dhe të uroj punë të mbarë.